Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Minierat e Trepçës në vazhdimsi kanë qenë temë e emisionit ton dhe kjo ju për të mirë, por në vazhdimsi për keqpërdorime dhe hajni. Në më shumë se 10 emisione kemi denoncuar vjedhje të pajisjeve, vjedhje të hekurishtave, manipulime të peshoreve e lloj-lloj veprimtari të tjera të kundërligjshme. Shumica këtyre rasteve vazhdojnë të jenë të hapura dhe askush nuk ka dhënë llogari për to. Përkundër raportimeve e hetimeve që janë zhvilluar deri më tani, keqpërdorimet në Trepçë nuk janë dalur. Sërish, ekipi ynë ka marrë një kallëzim shumë serioz për një aferë tjetër e cila dyshohet se i ka kushtuar buxhetit të Trepçës hiç më pak se 100.000 euro. Të shohim me radhë informacionet që i kemi pranuar. Dyshimet e reja për keqpërdorimin në Trepçë lidhen me pagesat e minatorëve. Një vit më parë, Bordi Bikqyrs kishte vendosur të ulte pagesat për rrezikshmëri për minatorët. Ky vendim synon të ulte shpenzimet e minierës, por në prapaskin punëtorët dhe menaxherët e tyre u morën vesh që të mbajnë pagesat e larta, duke përdorur një skemë të raportimit të rrëmt të orëve dhe performancës së punës. Skema e cila ishte zhvilluar në sy të gjithëve funksionon të shumë thjesht. Minatorët e Trepçës paguhen duke jo llogaritur sasia e shpimeve nën tokë. Pra, aq metra sa shpohet shkëmbi, aq orë pune paguhen minatorët. Por, një dokument që e ka siguruar ekipi ynë ngrit dyshime të forta se për të kompenzuar shtesat e rrezikshmërisë, minatorët dhe menaxherët e tyre raportuan më shumë shpime se sa kishin ndodhur në realitet. Ky është një raport i brendshëm i Trepçës, të cilin ne e kemi siguruar. Të jemi të qartë, ky raport është mbajtur larg publikut dhe nuk ndodhet në faqet e Trepçës. Raporti është hartuar me kërkesë të kryeshefit të Trepçës, Faton Ahmeti, i cili ka themeluar një komision për të gjetur këtë skemë, e cila është raportuar. Ky raport është hartuar nga një komision prej 5 anëtarëve të Trepçës dhe në të konstatohet qartë, duke përdorur skemën e fryrjes së punës, minatorët arritën të përfitonin kundërligjshëm hiç më pak se 99.454 euro. Raporti që kemi siguruar shpjegon qartë rrjedhjen e ngjarjeve. Pas një sinjalizimi të brendshëm, kryeshefi ekzekutiv i Trepçës, Faton Ahmeti, me 25 shkurt 2026, formon një komision për vlerësim të normës së raportuar të metrazhit të shpimit në minierën e Stantërgut. Komisioni ishte në përbërje të 5 anëtarëve: Fatom Hetemaj, kryetar, dhe anëtarët Arben Ramadani, Muamer Bilali, Mustaf Aslani dhe Besim Gjemojli. Komisioni, sipas raportit, doli në terren, zhvilloi intervista dhe kreu motje. Rezultatet në fund të kalkulimeve dalën se raportimi manipuluar i normës së metrazhit në minier kapte vlerën e 99.454 eurove. Gjetjet tregonin mospërputhje të metrazhit të raportuar nga maji i vitit 2025 deri në dhjetor të vitit 2025. Në minierën e Stantërgut në Mitrovic, sipas informacioneve të siguruara, janë rreth 90 zehtar dhe ndim zehtar që kryejnë punën në horizontet aktive të minierës së Trepçës. Këta minator monitoruan nga 13 mbikëqyrës, të cilët në deklaratat para komisionit kanë pranuar që kishte raportim më të lartë të metrazhit se sa realizimi faktik në terren. Ne si komision jemi kanë të obliguar që përmes këtij vendimi, të cilin na ka mandatu kryeshefi, të shkojmë në Stantërg të marrim disa dokumentacione, cilat është dashur të mirën për shqyrtim. Ne kemi shkuar atje, para se të shkojmë kemi njoftuar edhe drejtorin e njësisë, kemi dërguar edhe vendimin e kryeshefit me email, domethënë që jemi një komision i formuar për kryeshefit dhe që mandati jonë është që të bëjmë verifikimin e normës. Ne me datën 27 të muajit shkurt të vitit 2026, ne si komision kemi shkuar në ambientet e njësisë biznesore në Stantërg,
ku atje kemi bërë të rrëheqjen e raporteve të meditjeve dhe raporteve të eksplozivit vetëm për muajin dhjetor, me qenë se zakonisht merret çdo herë vetëm një muaj si mostër, ne kemi marrë muajin dhjetor të vitit 2025 si mostër dhe pas marrjes së dokumentacionit kemi filluar me punën dhe analizimin e dokumentacionit. Gjetjet e para çka ishin? Po gjatë hulumtimit dhe verifikimit normës, ne si komision kemi bërë gjetje ku domethënë që ka pasur mospushmëri mes asaj që ka qenë shkruar domethënë me atë që është faktike tek metrazhat e shpimit. Zakonisht norma në minierën e Stantergut është 33 metra domethënë për një xhetar që duhet me arrit me një shpimi. Mirë po në raporte ka evidentuar që ka qenë 45 metra në shumicën e rasteve, kurse nga ajo që kemi llogaritur përmes duke bërë krahasimin mes numrit të LP-ve që i kanë marrë në depon e eksplozivit dhe metrazhes së deklaruar nuk ka përputhshmëri. Domethënë, pse nuk ka përputhshmëri? Dikon 1,80 metër është gjatësia e shpimit që kryesisht përdoret dhe LP-ja domethënë është 1,80. LP-ja është detonatori i cili bën ndezjen e eksplozivit. Domethënë sa do që ta mbushësh vrimin eksploziv, nëse nuk ka LP, ai nuk eksplodon. Domethënë duhet me përdorë LP-t, janë detonator, janë elektrik, cilët e aktivizojnë domethënë eksplozivin në vrimat e ballit punës. Zotë tema veç për ju ndërpres pak, për me kuptua dhe qytetarë që na shohin. Metrazhe nga shpimi, si arrihet? Pra mundet me një shpim më rrit metrazh 40 metra? Jo, me një shpim nuk mundet më arrit metrazh 40 metra. Metrazhet 40 metrave nëse jemi duke bërë shpime hulumtuese për hulumtimet e vendburimeve me makineri hulumtuese, ato janë që shkojnë dhe më shumë se 40 deri 100 metra, po faktikisht këto janë burgia të cilat përdoren për shfrytëzim, janë të ka të 80-ve, 1,20-ve, ka të 1,80-ve, ka të 2,40-ve kështu me radhë. Mirë po kryesisht përdoret 1,80. Domethënë për shpim kryesisht përdoret 1,80, gjë që e kanë deklaruar edhe vetë gjatë deklaratave që i kanë dhënë mbikëqyrësat, e kanë pranuar që shpojnë me 1,80 dhe kjo nëse kalkulohet domethënë me numrin e vrimave, një LP shkon në një vrim. Nëse kalkulohet për shembull numri i vrimave, ka raste për shembull që i marr 15 LP, nëse i shumëzon me 1,8, me domethënë 1 metër 80 cm, del që të jetë 27 metra, domethënë shpim jo 45 që është deklaruar. Përpara kanë pasur rrezikshmërinë e punë të inkuadruar brenda pagës bazë. Mirë po vendimi është marrë që për arsye se nëse një punëtor shkon në pushim nuk ka nevojë të ju paguhet rrezikshmëria pa arsye, se ai nuk ka qenë punë, por ka qenë në shtëpi. Për këtë arsye do marr vendimi që t'ju paguhet vetëm për ato ditë pune sa punon në minierë dhe siç kanë deklaruar edhe mbikëqyrësat, domethënë ka pasur mos pajtoshmëri nga nxertarët atje në minierë dhe kështu që ka ardhur deri te kjo që për mja mbolu kështë atë pjesë, kanë marrë vendim që t'ju shtohen domethënë metrazhet dhe të marrin rrogë më shumë. A ka pas vendim me shkrim? Jo, fatkeqësisht secili që ka ardhur dhe ka jap deklaratë për mbikëqyrësa, ne kemi marrë 13 mbikëqyrësa në pyetje. Ata janë ftuar për të dhënë një deklaratë sqaruese, sepse pas zgjedhjeve që janë bërë nga komisioni, neve na është dashur që respektivisht dhe që të jemi më transparent, kemi dashur që të kërkojmë edhe një lloj sqarimi për tyre pse si ka ardhur deri te kjo mospërputhshmëri. Dhe ata e kanë deklaruar domethënë që ju kanë thonë që ju kanë japur urdhër gojaresh që të veprohet kështu dhe të mbulohen, t'ju ndihmohet kështu zëtare në pagesa. A kanë përmend emra kush ju ka thonë me pa këtë veprim? Disa ne kryesisht kemi pasur në deklaratë 13 mbikëqyrësa,
ku shtatë nga ta e kanë cek drejt për drejt drejtorin e njësisë, dhe më thonë që ju ka thonë që t'ju mbëllohen të zëtarëve të ju ndihmohet. Mirë, po pjesa tjetër kanë thonë që stafi menaxherial dhe inxhinierik ju kanë thonë që me bën mbëllimin me këtë metrazh. Nga gjetjet e komisionit, sa llogaritë dome që është bën ndërmarrjes? Po duke u bazuar në deklaratat e mbikëqyrësave të cilët e kanë theksuar se kjo metodë është përdorur që nga muaji maj 2025 deri në fund të dhjetorit 2025, kjo rezulton që të jetë domethënë dome rreth 100.000 euro, diku 99.000 diçka. Mirë, po kjo ka të bëjë vetëm kjo shumë është vetëm ajo pjesë që është pagu ekstra mbi pagën bazë. Domethënë për gjatë këtyre muajve kjo shumë është paguar ekstra, domethënë i bën sikur një lloj bonusi për ata punëtorë. A i keni këshyrë, zote e tema, nëse prej këtyre shpimeve që ju i keni verifiku, ka pas nxjerrje të zeheve ma shumë, apo ma pak? A ka qenë kjo subjekti i hetimit juaj? Faktikisht nuk ka qenë kjo, ma shumë ka pas të bëj me normën e metrazhit shpimit. Mirë, po të japin një përgjigje se i kemi pa dhe ato, pak a shumë i kemi këshyrë, nuk ka domethënë rritje të prodhimit, pe asaj domethënë nëse janë pagu ma shumë e kanë rritur kapacitetin e prodhimit jo. Bilim ka raste që janë edhe nën planin e prodhimit. Nuk ka diçka ndryshime drastike që më thonë që ka ndiku kjo pagesë në rritje të prodhimit. Një skeme sofistikuar e raportimit të manipuluar të shifrave të shpimeve në minierën e Stantërgut dyshohet se solli rreth 100.000 euro përfitime për pagat të minatorëve të Trepçës. Të dhënat e nxjerra nga një komision i Trepçës tregojnë se kjo skeme ishte përgatitur dhe një pjesë e menaxhmentit kishte njohuri për raportimet e fryera. Në raport, por edhe në intervista personi që ishte në dijeni për këtë veprimtari emërohet të jetë Shoqëri Sadiku, drejtori minierës në Stantërg. Në raport janë listuar dëshmitë e mbikëqyrësve të cilat kanë shpjeguar para komisionit arsyet pse ata i frynë rezultatet e punës në minierë. Kjo deklaratë është dhënë nga Hasim Ferati. Hasim Ferati, mbikëqyrës në prodhim. Unë punoj me urdhresat e inxhinierëve që na vinë. Problemi është që nëse unë i shpoj për shembull 45 metra, e nëse si kemi mjetet me i qit, dihet që përputhja nuk është. Sipas meje, vlerësimi duhet të bëhet në ballin e punës. Sa i përket qitjes së 45 metrave, kjo ka ardhur si rezultat i marrëveshjes së zyrtarëve me stafin inxhinierik, konkretisht drejtorin. Më i qartë në deklaratën e tij është Samir Zahiti, një tjetër mbikëqyrës në minierën e Stantërgut. Ai citohet të këtë dëshmuar para komisionit se vendimi për të raportuar shifra të fryera të shpimeve ishte bërë në koordinim me menaxhmentin e minierës. Samir Zahiti, mbikëqyrës në prodhim. Në vitin e kaluar në maj është marrë një vendim nga menaxhmenti që rrezikshmëria të hiqet nga pikët bazë. Ka pasur një revoltë të zyrtarëve dhe na është rekomanduar nga drejtori i njësisë që deri në sistematizimin e ri të rregullorës që t'i stimulojmë zyrtarët me 45 metra. Nuk është arsyeja pse ne nuk jemi profesional, por ka qenë e imponuar dhe ne punojmë në bazë të këtyre urdhresave. Në muajin prill të vitit 2025, Bordi mbikëqyrës i Trepçës kishte vendosur që minatorëve të ndalohej shtesa e rrezikshmërisë për kohën kur ata ishin në pushim ose nuk ishin në orarin e punës. Ky vendim rezultoi me ulje të pagave për minatorët. Të ndodhur para situatës ku pagat do të uleshin, menaxherët e minierës së Stantërgut vendosën që të ndërtojnë një skemë të raportimeve të fryera të punës, e cila do të mundsonte minatorëve të merrnin paga të njëjta. Kjo skemë llogaritet i ketë kushtuar buxhetet të Trepçës hiç më pak se 100.000 euro. Deklaratat e dhëna para komisionit hetimor, të cilat i kemi siguruar, tregojnë se stafi i minierës ishte dakorduar paraprakisht për të raportuar rrejshëm performancën e punëtorëve. Këto janë dy deklaratat të tjera të dhëna nga mbikëqyrësit e prodhimit, të cilat kanë konfirmuar veprimet. Kujtim Hyseni, mbikëqyrës në prodhim. Prej që u largu rrezikshmëria prej rrogës bazë, na ka thënë drejtori i njësisë që me ja shënu nga 45 metra zyrtarëve që me u barazu e mos me u dëmtu në pagë. Faton Parduzi, mbikëqyrës në prodhim. Vitin e kaluar, prej majit ka hyrë në fuqi norma.
Drejtori i njësisë na ka thonë para punëtorëve me u aminu zëhtarëve në metrazh deri në 2-3 muaj deri ta përfundojnë rregulloren për sistematizim dhe ne kemi vazhdu kështu deri në janar. Si vjet kur na ka ardhur drejsa e shkruar që të shënohen vetëm metrazha e shpuar. Në dosjen që ka siguruar emisioni ynë, janë edhe të paktën 3 deklarata të tjera të mbikëqyrësve, të cilat konfirmojnë se janë dakorduar për të mbi raportuar punët e kryera në minjerë me qëllim që minatorët i marrin paga të njëjta. Berat Sinani, mbikëqyrës në prodhim. Arsyet janë që vetë drejtori i njësisë na ka thonë mbikëqyrësve e keni obligim me imbulu zëtarët me metrazh për pjesën e largimit të rrezikshmërisë. Ky ka ardhur si rezultat i marrëveshjes së drejtorit me zëtarët. Kjo urdhëresë ka qenë e thënë gojarisht në prezencë të krejt punëtorëve deri në bërjen e rregullorës. Burim Osmani, mbikëqyrës në prodhim. Punat e metrazhit pse superputh. Krejt e dim që u ka një marrëveshje e zëtarëve me drejtorin. Marrëveshje që u bë për arsye deri të bëhet rregulloria e sistematizimit të punëtorëve. Mahir Preteni, mbikëqyrës në prodhim. Ka arsye të ndryshme. Kur ju ka hequr rrezikshmëria zëtarëve, kemi pas takim me stafin. Na kanë thonë që pas 2 muajve bëhet sistematizimi dhe deri atëherë me u ndihmu në metrazh. Kjo marrëveshje ka ardhur gojarisht në prezencë të punëtorëve, konkretisht kanë qenë 3 drejtor: drejtori i njësisë, drejtori teknik dhe drejtori i prodhimit. Mirë po, vetëm drejtori i njësisë ka folë para neve. Një skeme dakorduar gojarisht në takime mes menaxherëve, mbikëqyrësve e minatorëve i ka kushtuar buxhetet të Trepçës rreth 100.000 euro. Një raport të cilin ekipi ynë e ka siguruar ofron dëshmi të qarta se minatorët u paguan për punët që nuk i kanë kryer. Për të realizuar pagesat, ata përdoren raporte të manipuluara të performancës. Për të gjitha këto pretendime, ne kemi udhëtuar drejt minierës së Trepçës për me taku drejtorin shoqërisë Sadiku. Zoti Sadiku nuk ka pranuar me na fol në kamerë me arsyen se ende nuk e ka pranuar zyrtarisht raportin e komisionit vlerësues. Ai po ashtu ka thënë se kjo çështje duhet të diskutohet një herë në bord, pastaj do të deklarohet edhe për media. Ta dëgjojmë bisedën. Alo, mirë dita. Mirë dita. Zoti Sadiku, jam Valon Fona nga Kallxo.com. Si jeni? Jam duke trajtuar një temë e cila lidhet me një raport vlerësimi të normës, ka ndodhur për minierën këtu në Stantërg. Na jemi të interesuar me bë një intervistë, po edhe më u pyet rreth gjetjeve të raportit. A mundemi me pas një intervistë me kamerë? A jeni ndjeni për këtë raport? Jo, besoj nuk kem në dieni absolutisht. Unë si drejtor si ofisi njësisë biznesore miniera me Federacion Stantërg, një raport të tillë nuk e kam. Dhe tash po dëgjoj që është një raport i tillë dhe është dorëzuar. Po atë raport të sporë duhet të pas në trajtu po flas. Nëse ekziston ai raport i tillë, që nuk po di ekziston ai, ja? Po, ekziston e kam në dorë. Po, edhe u kon mirë me trajtu më sporë njësia e Stantërgut, është bordi menaxhues edhe bordi mbikëqyrës me trajtu atë raport. Raporti, zot Sadiku. Të shkeljet e tilla. Po, raporti flet për disa pretendime që është rrit numri i normës për nxehtëtar. A është e saktë që nxehtëtarët kanë pas normë në 5-6 muajt e dytë të vitit kalum? Po, nga muaj maj, diku ka gjysha muajt maj, domethënë është nxjerrë një vendim nga bordi mbikëqyrës që të aplikohet normat e nxehtëtarit, në atë vendim e kemi respektuar dhe kemi aplikuar. Raport thuhet që është raportu norma e madhe se sa punë që janë kryer në teren. Pra ka pas shpumje më pak në teren, po janë shkruar letra më shumë. A është kjo e vërtetë? Besoj nuk është e vërtetë, absolutisht. Se nuk mundëm tash po flasë me donë diçka sharime e matutje, kurse kam raportin definitivisht me trajtua. Ta e trajtua raportin, nuk mundë në i pronuncim me talon matutje. Po, ato thuhet, po. Se kjo raport, nëse nuk ka kalu në njësinë biznesore, së orte në zyrtarisht, orte në bërd menaxhues, edhe nuk shku në bërd mbikëqyrës, Trepçës, është për të qarë dhe që ka kalu në diumet. E qarë, zot Sadiko, ato pretendohet po ashtu që
do të thotë mbikëqyrësat kanë deklaruar që para komisionit vlerësues që jo është thonë gojaresh nga drejtori i njësisë me shkru normën më të madhe se sa që ka ndodhur në realitet. Gjithkohë që ka ne kemi rregullorën, ne kemi udhëzimet, gjithkohë që ka përgjegjësi për vlerësimin e normës dhe përgjegjësitë e veta. Poshtë rregullorës. Po, jo, a keni mbajt në i takim në herë me dzehtarët, me mbikëqyrës? Është interes me moj takim që me mbështet zëtarët, me ndihmu zëtarëve në aspektin e sigurisë edhe për shkak të kushte të vështira punës që kanë miniet. E qartë, në bord, a është fol në herë, qoftë mbikëqyrës, qoftë të menaxhmentit? Jo për momentin nuk kemi bord mbikëqyrës, se kryesues nuk ka, edhe nuk është trajtuar për qasë. Se momentalisht trejmë që nuk ka bërë mbikëqyrës për qasë. Për pas komisioni auditimit që është aktiv. E qartë, metrat... Kryesuesi ka dhënë ndërheqje, po më herët, po. Po, metrat, drejtor, metrat që pretendohet në raport, por gjithmonë sipas gjetjeve të raportit, thuhet që do të thotë janë shkruar më shumë se sa që është dashur në letër. Mu po më intereson ç'është ndodh kjo në praktikë. Nëse bëhen 2 shpumje ose 15 shpumje, a munden mi u shkru një zehtarit 40 që shka ndodh? Njësi modë se po flasë. Por shpenzimet është të një zehës. Nuk është metra, po flasë, po është të një zehës. Qa në kupton kjo drejtar? Po njësi modë se është të një zehës dhe më honë të dhërima, ose me 5 dhërima ka mujtë me pregatit 40 tonë, 30 tonë, vashërvarët prej kushtëve ati që i ka në bomën e punës. Edhe është interesin ndërmarrës për qasë. Nëse na i shpujmë me 5 vrima, arrim të akumulojmë atje 30 tonë ose 40 tonë zehe, kjo është kursim për ndërmarrën. Ka shpenzime më të vogla të eksplozivit, ka shpenzime më të vogla të burgia për shpem, ka kursim për qasë edhe në kompresor dhe më honore në komprimum, të gjitha i këtu e më honë që i bjen të hyra njësis, është kursim. E qartë. Edhe në fund, drejtor, gjithashtu në raport thuhet që dikun vlerësohet ofër 100.000 euro që janë dhonë ma shumë paga për zehtarët. A jo është rritë rroga zehtarëve, gjithashtu zehtarët mbikëqyrësit kanë pretendu që kjo ka ndodhur për shkak se është trepqa në proces të harmonizimit të sistemimit punëtorëve. Çka ka në këtë mes të vërtet? Unë po flasë për pretendimet që kanë koni rrëth 100.000 euro të po flasë në aspektin profesional, po raportin definitivisht, po vetë vendime që kanë dhirë bori për normë, dhe më honë të hyra, dhe më honë rritët performanca ndërmore, si që dhe në vitin 2025, është rritë performanca e ndërmores, është rapo dhe më honë që pas planit e biznesit 145.000 tona dheje, i këna realizu 153.000, dhe më honë e këna të i kalu planin për 5%. E kur të këthejmë në valut po flasë, kanë kryua 11.400.000 euro dhe më honë ka qenë të hyrat për vitin 2025. Për vitin e kalun. Nëse ata, gjithmonë po flasë për vitin e kalun. E nëse atëherë mendojmë ta që s'te i kalu plani 5%, i të hyrat aty, po flasë të hyrat që i ka kryua për vitin 2025, për 11.400.000, i bjen dikur gati 570.000 euro dhe më honë që i ka kryua të hyra më të mëdha ndërmarrjes. E qartë. Drejtor, a ka diçka me shkrim që ju si drejtori njësisë në Stantërg i keni thonë mbikëqyrësve me shkru ma shumë normë? A keni bërë në shkresë? Jo. A mundi me gjitha këto me bashkëbisedu në një intervistë me kamerë, drejtor? Po, gjithsesi. Momenti që morëm raportin zyrtar për qasë, nëse na dërgojnë raportin zyrtar, na do të trajtojmë që njësi këtë, do të trajtojmë edhe në bordin menaxhues, do të trajtojmë edhe në bordin mbikëqyrës, edhe atëherë jem të gatshëm më prononcuar. Faleminderit shumë, drejtor. Është kënaqësi.
Në minierën e Trepçës në Stantërg, dyshohet se u raportua në mënyrë të rrejshme metrazhi shpimit nga nxehtarët dhe nxehtarët. Dëme nga një vlerësim i brendshëm konsiderohet ofër 100.000 euro. Për me pa se është adresuar kjo problematik në organet e brendshme të menaxhmentit të Trepçës, ne kemi kërkuar një intervistë edhe nga kryeshefi Faton Ahmeti, por ai nuk ka dashur të prononcohet. Ahmeti ka sugjeruar që për këtë rast të kontaktohet bordi mbikëqyrës i Trepçës. Të jemi të qartë, Faton Ahmeti, kryeshef në Trepç, e ka iniciuar vetë hetimin e kësaj dukurie dhe raporti i cili është hartuar nga komisioni është hartuar pas kërkesës së tij. Për disa muaj, bordi mbikëqyrës i ndërmarrjes ishte pa kryesuesin, ndërsa Qeveria e Kosovës e ka emëruar me 30 mars 2026 Shpëtim Dobrën në krye të bordit të Trepçës. Përmes telefonit, zoti Dobra ka thënë që ende nuk e ka mbajtur mbledhje për të shqyrtuar problemet e ndërmarrjes. Ndërsa, ne kemi zhvilluar një bisedë me antarin e bordit Fadil Bejta. Ta dëgjojmë bisedën. Përshëndetje zoti Bejta, si jeni? Përshëndetje. Më falë që ju pengoj, jam Valon Fona për ju thras nga kallza.com. Po, çfarë? Zotni Bejta, jam duke trajtuar një temë lidhe me një raport. Jo, më falë, unë tash kuptova kush jam, ti shkon në zyrtare, përmes sekretarit bën pyetje me shkrim e mandej të përgjigjemi, se kështu ne nuk kemi alo një raport zyrtar, kështu që derisa ti dërgosh email të sekretarit mandej shohum se ne s'kemi marrë ende raport zyrtar nga askush. Bëhet fjalë për raportin e raportimit normës. Më thanë që është diskutuar në bord. As nuk kemi marrë raport zyrtar nga kryeshefi ekzekutiv, as nuk kemi ndonjë raportim nga kryeshefi ekzekutiv dhe një nga mbledhjet e tasme të bordit do ta diskutojmë kur na vjen raporti zyrtar. Po këto duhet me adresuar nëpërmez sekretarit, jo direkt në antarët e bordit, kështu se nuk është e lejueshme kjo. Përshëndes ditën e mirë. Po pse s'është e lejueshme, jo një antar i bordit. Për të marrë detaje shtesë për këtë temë, ne kemi dërguar një kërkesë për intervistë edhe tek sekretari i ndërmarrjes së Trepçës, zoti Hasan Preteni. Zoti Preteni na ka kthyer një përgjigje përmes emailit. I nderuar zotëri Fana, unë jam Hasan Preteni, sekretar këshilltar i përgjithshëm në Trepç. Po ju shkruaj me autorizimin e bordit mbikëqyrës në lidhje me disa pyetje të parashtruara nga ana juaj. Bordi mbikëqyrës nuk ka pranuar zyrtarisht asnjë raport në lidhje me normën. Bordi mbikëqyrës nuk ka kompetenca operative dhe nuk ka iniciuar asnjë veprim në lidhje me pretendimin. Detyrat e bordit mbikëqyrës janë të qarta dhe të mbështetura në legjislacionin e fuqi dhe në ligjin për ndërmarrjet publike, në ligjin për Trepçën dhe në statutin e Trepçës. I gjithë dokumentacioni i Trepçës është i arkivuar dhe i siguruar nga menaxhmenti drejtues, bordi mbikëqyrës nuk arkivon dokumentacion operativ. Në bazë të nenit 26 të kodit 735 të etikës, komunikimi me media realizohet vetëm nëpërmes kryeshefit ekzekutiv apo personit të autorizuar nga ai. Sindikata e punëtorëve të Trepçës po ashtu është deklaruar për këtë situatë në ndërmarrje, ku dyshohet se 90 nxehtar dhe ndim nxehtar u paguan me normë shtesë të shpimit pa e kryer punën në terren. Ibrahim Januzi, kryetari i sindikatës së punëtorëve në Trepç, ka mbrojtur minatorët, ndërsa ka kërkuar që të bëhet edhe një vlerësim i raportit, i cili u hartua nga një komision për 5 antarëve. Januzi ka adresuar kritika edhe mbi reformat që menaxhmenti i Trepçës ka nisë mbi sistematizimin e vendeve të punës. Sa i përket reforma, në aspektin sindikal gjithmonë janë të mirëpritura, cilat janë reforma që i kontribuojnë në favor edhe të ndërmarrjes, po ashtu edhe në interesin e vetë punëtorëve. Mirë, po në aspektin e këtyre reformave nuk i shohim që janë të duhura, sepse është bërë një standard jo i hapur, jo transparent dhe i mbyllur, dhe mendojmë që nuk ka ecë, më shumë ka kriju paqartësi dhe probleme se sa që kam kriju zgjidhjet përhershme ose afatgjate. Prandaj edhe nuk mund t'i quajmë reforma të duhura. A ka pas paknatësi prej minatorëve? Vazhdimisht po, ka pas paknatësi, sepse në disa raste, sa i përket rregullorës të pagave, nëse flasim në aspektin e nxehtarëve, ato kanë bërë një ndryshim, cilat kontratat e tyre të punës kanë qenë me vlerë tjetër, ndërsa menaxhmenti i ri i cili ka ardhur dhe ka gjetë si zbrastir ligjore, jo është referuar që duhet bërë ndryshime dhe kjo ka ngjall paknatësi tek nxehtarët. Sfundmi është
përpilu një raport nga një komision i vlerësimit normës. Atje thuhet që disa nxehtar dhe ndihmë nxehtar kanë raportu shpim të sipërfaqeve më shumë se sa që është bë punë në realitet. A keni marrë vesh për këtë raport ju? Jam informuar, nuk jam informuar në detaje, e di pak gjenezën e problemit, mirë po nuk mendoj që mund t'jetë raporti i sakt në përpikmëri, më besoj që ka dhe të gjetura cilat janë të bazuara në të gjeturat e atij raporti, mirë po mendoj që duhet një hulumtim më i thellë, më i detajuar për me qenë më transparent dhe për me gjetë edhe problemin dhe gjenezën e problemit. Ku është gjeneza e problemit, sa i përket raportimit të shpurjeve, të metrës së raportuar? Raporti mendoj që është më shumë pak sipërfaqësor, nuk është shumë i thelluar në hetim, sepse minierat janë specifike, puna e nxehtarëve është më specifike, në disa raste ka standardet e sigurisë së shëndetit në punë, ku në raport me kushtet e sigurisë punë lejohet që edhe puna të jetë me një intensitet më të lartë për shkak sigurisë së jetës së njerëzve, edhe gjithashtu edhe në raportet e mikroklimës, e cila për shkak rritjes së temperaturës, rritjes lagështisë lejohet që të punohet me normën e përgjysmuar, mirë po obligative është që të përmbushet dhe pagesat e jetë e plotë. Mendoj që këto mund të jenë ato dallimet, sepse sa i përket nxehtarëve dhe mbikëqyrësve, nuk besoj që ka shkelje të tilla në mos aq të madhe. Nuk përjashtojmë ndonjë lëshim, nuk përjashtojmë këto sepse nuk është që jam shumë i kyçur direkt në ekzekutiv, mirë po sa i përket atyre të gjetura dhe për përvojës që kam, duhet jetë një raport profesional dhe i cili duhet ta trajtojnë profesionistët e fushës. Gjithashtu, mbikëqyrësit kanë deklaruar që ju shton gojarisht nga drejtori i minierës me i shkru metrazhin e shpimeve më shumë se sa që kanë bën në fakt. A keni pasur kontakte me mbikëqyrës dhe me nxehtarët, ajo kanë komunikuar këtë informacion? Po, mund ta pohoj sepse kam qenë edhe në takimet ku janë diskutuar këto. Në parim ka pas disa instruksione cilat mendoj që ju kanë referuar edhe punishte me temperaturat larta, punishte me rrezikshmëri të lartë, cilat mendoj që bazën ligjore kanë pas në ligjin për siguri dhe shëndet punë. Mirë po sa i përket gjanave me shkrim, asnjëherë nuk kam has një të tillë, mendoj që një marrëveshje ka qenë në parim. Mirë po në mos madhe se si deklaron raporti, nuk besoj që mund të jetë i tillë. A kanë faj nxehtarët, mbikëqyrësat, zotë Januzë? Asnjëherë mbikëqyrësit dhe punëtorët nuk kanë faj sepse është një hallkë e zinxhirit komandues, e cila duhet të mbikëqyret në formën dhe duhet të plotësohen standardet dhe kriteret e menaxhimit. Mendoj që nëse po flasim për një periudhë 6 muaj një vjeçare, pse ka ardhur deri këtë? Pse zinxhiri komandues ka lejuar dhe mbas afërsisht një viti po diskutojmë për këto lëshime, për këto shkelje. Sigurisht menaxhimenti ka bërë disa heqje të rrezikshmërisë në punë. A mendoni që kjo lidhet me kursim të buxhetit të hyrave të Trepçës? Pse erdhi kjo praktika? Ka qenë më herët? Jo, nuk ka qenë më herët. Menaxhimenti aktual i ka ndërprerë disa kontrata, e që mendoj që është, sa i përket sindikatës, është një veprim i njanshëm, nuk është transparent dhe nuk i shërben as moralit, as motivit të vetë punëtorëve. Sepse po flasim për një kategori apo për një strukturë prej rreth afërsisht 100 personave, cilët janë paguar me rrezikshmërinë për vendet e punës që janë nxehtarët dhe ndihmëtarët. Në raste të caktuara, ajo shtesë e cilat menaxhimenti konsideron si shtesë, ndërsa këta i kanë pas me kontrata valide të nënshkruar nga menaxhimenti paraprak dhe drejtori i njësisë paraprake, të cilët janë liruar apo shkarkuar nga detyra. Mirë po, mendoj që çdo kontratë dhe ka vulje, ka protokoll, ka dhe mendoj që ka validitetin. Në nisë sa herë që ndrohen menaxhimentet me ardhë me i ndërprej ato kontrata apo me i vlerësue, mendoj që kjo po krijon konfuzitet dhe po krijon probleme administrative për vetë minatorë dhe po krijon shumë paqartësi në administratë. Kritika për menaxhimentin e Trepçës ka adresuar edhe ish drejtori i kësaj ndërmarrje, Ferhat Shala.
A i ka thënë që politika e qeverisë ka dështuar që ta kthej Trepçen në një ndërmarrje të suksesshme. Gjoni, në shumë vende të botës kam vizituar në jetën time sektorin minerar. Kam hyrë në minjera edhe në vendet evropiane, po edhe ato jashtë evropiane. Po kriteri i sigurisë dhe mbrojtjes punë është parsor. Është në pyetje faktori njeri, faktori minator, dhe ta selektosh atë kur hyn punë dhe kur ka dalë pi punë dhe ta heqësh, ta sankcionosh, është krejtësisht jo ligjore, jo humane dhe shkelje e të drejtave dhe sigurisë mbrojtjes në punë. Sepse atë siguria nuk e ka vetëm kur është minjer, sepse atje ka thith ajër të ndotur, atje ka dëmtu shëndetin e vetë, dhe mund të ketë dhe ka zakonisht pasojat janë kur dalin jashtë. Pra, këtu janë veprime ekstreme, të patolerueshme dhe antiligjore dhe antihumane. Dhe nuk guxon një proces i tillë të veproj dhe të ndodhë kështu. Praktikat e tilla as në shtetet më totalitare nuk kanë ndodhur të trajtohen punëtorët dhe minatorët në këtë shkallë. Në ndërkohë, menaxhmenti, qeveria krenohen për statistika të mira të Trepçës. Për prodhim, cilat janë ato? Ku janë ato? Shkoni në dogana, merrni dhe krahasoni eksportet. Trepça do duhet të eksportoj. Nëse s'ka eksportu, s'ka prodhu. Se mrenda nuk kena kapacitete me përpunu gjysmë produktin e koncentratet praktikisht në Kosovë. Por këtë që ka prodhuhet do të me dalë jashtë. Dhe për me dalë jashtë besoj që janë fatura dhe janë dhëna statistikore në dogana. Asnjëherë gjendja nuk ka qenë më e keqe. Nëse i krahasojmë linjat e prodhimit dhe eksportet. Të tjerat janë lojë manipulative, statistikore, që edhe për këto do duhet mbaj përgjegjësi dikush kush prek në të dhënat reale statistikore. Fatkeqësisht për ekonominë e vendit, asnjë nga premtimet që zoti Kurti i ka dhënë për sektorin minerare me theks të veçantë për Trepçën nuk janë realizuar. Nuk janë realizuar tash kur po hym në vitin e 6 dhe praktikisht Trepça është degraduar edhe në aspektin teknik, teknologjik, edhe në aspektin kadrovik, po edhe në aspektin e imazhit dhe të punës. Përveç asaj, Trepça është kthyer si asnjëherë tjetër në shfrytëzues të buxhetit, në vend që të jetë financues i buxhetit, sepse është aset kombëtar, aset i shtetit. Shteti menaxhon dhe është aksionar të 10%, e në esencë që 6 vjet vetëm mjetet e taksapaguesve derdhin për me mbajt dhe me improvizu situata gjëja të prodhimit, të zhvillimit, të revitalizimit të Trepçës. Asnjë proces legal, transparent, financues në teknologji, asnjë punishte e re, asnjë investim i ri në hulumtim apo në eksploatim, asnjë lloj makinerie e re për 6 vite, asnjë lloj perspektive që shihet në horizont në Trepçë nuk ka ndodhur. Raportet financiare të saj, po edhe raportet e auditimit, ato që ka ky mekanizëm që menaxhon me Trepçën dhe qeveria Kurti kanë bërë publike, tregojnë që Trepça është praktikisht para kollapsit financiar, menaxherial dhe teknologjik. E kur këto 3 segmente dështojnë, ka dështu praktikisht së funksionuari sektori gjithësisht miniera. Nuk ka asnjë shenjë pozitive që këto institucione me këtë kapacitet menaxhues dhe njohuri që kanë për sektorin të ndryshojnë gjendjen fatkeqësisht. Që disa vite menaxhmenti atje ka nisë një ata quajnë sistematizimi i vendeve të punës. Çka keni mundë me kuptu? A është i suksesshëm në sistematizimi i vendeve të punë për minatorët? Shqoni, sistematizimet në ndërmarrje publike e në Trepçë për shembull edhe mund të lindin si ide, si kohë, si imediate për momentin. Por ky sistematizim jashtë quajtur në Trepçë po vazhdon që 6 vite. Në esencë është kthyer në ndjekje dhe përsekutim të kuadra të cilët janë trajtuar ose kanë qenë të mëhershme. Është kthyer në hapje të vendeve të reja të punës për militant partijak dhe në esencë nuk ka rezultu me asnjë veprim progresiv, as financa, as menaxhim burimeve resurseve njerëzore apo diçka tjetër. Pra, sistematizimi duhet bëhen të mbështetura mbi bazën e analizës, e studimit, e fizibilitetit dhe të arsyeshmërisë operacionale prodhuese
ku ka transparencë, ku ka debat, ku mendimtarët e fushës e dhonë mendimin, e ne në këtë rast nuk kemi asë një vendim të mbështetur në legjislacion për sistematizimin e vendeve të punës apo ndjekjen dhe përsekutimin e tyre. Shqiqoni, atje transferohen punëtorët me ka 20-50 km nga Trepça në Artonë, nga Artona në Trepçë, që kjo është krejtësisht anormale, alogjike, atje ndrohen njerëzit nga vendi i punës pas një kriter duke u bërë shkelje flagrante të drejtave të punëtorit e të punëtorëve, dhe mbi gjitha atje po rrezikohet çështja e sigurisë dhe mbrojtjes në punë. Se kur s'ka menaxhim profesional, ju keni pasur, ka pasur dhe raste kur kanë transportuar në horizonte njëjtën kohë edhe acid edhe punëtor. Pra veprime ekstreme, anormale, menaxheriale, të cilat kanë rezultuar me pasoja. Shikues të nderuar, ishte ky denoncimi për dyshimet mbi raportimin e rënd të normës së shpimit në minjeri në Stan Tërgut. Siç merr vesh kallxo.com, tashmë krimet ekonomike nga policia e Kosovës në rajonin e Mitrovicës ka nisur hetimet për me zbardh rastin. Ne kaq kishim për sonte. Ju vazhdoni me na raportu në kallxo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.